ditë për ditë. Edhe një shënim tjetër, këtë javë mora pjesë në një konferencë e treta kombëtare e arsimit dhe formimit profesional, ku diskutua gjërësisht për sfidën që përcakton edhe një pjesë mirë të suksesit të ekonomisë shqiptare në dekadën e ardhshme, kapitalin njerëzor. Sot Shqipëria nuk ka më problemin e mungesës së investimeve. Përkundër, sot Shqipëria përballet me gjithmonë më shumë investime dhe gjithmonë më shumë nevojë për specialist, teknik, profesionist kualifikuar, sepse këto investime kërkojnë kapital njerëzor të kualifikuar. Nga turizmi i nivelit lartë, energjia, teknologjia, industria përpunuese, logjistika, apo shërbimet e tjera bashkëkohore, kërkesa për fuqi të kualifikuar rritet me ritme shumë më të shpejta se sa oferta. Pikërisht për këtë arsye, arsimi profesional merr gjithnjë më shumë një rol strategjik. Nëse dikur shihej si një ngushëllim për ata që ishin më të lodhurit dhe nuk arrinin dot as ta mendonin derën e universitetit, sot ai është bërë një nga dy rrugët. Dhe është madje një rrugë me garanci të mëdha drejt punësimit dhe karrierës. Këtë e shpjegon fakti që jo vetëm numri i nxënësve është rritur, por edhe që 67% e atyre që mbarojnë arsim profesional punësojnë me një herë. Ndërkohë që në disa fusha, siç është për shembull turizmi, 100% e atyre që bëjnë arsim profesional punësohen. Dhe objektivi ynë është shumë i qartë që të shtym përpara një projekt të nisur vitin parë për ta bërë arsimin profesional një anën tjetër të medaljes së arsimit në Shqipëri. Dhe t'ju japë mundësi të gjithë atyre që investojnë që të mbështeten në burime njerëzore të kualifikuara.